Përshëndetje të dashur miq, që jena në shesh prap me personin tjetër, Bacën Hysni, i cili do të na rrofen një tregim tina tjetës ti. Me ne është Baca Hysni. Unë jam një nga aktorët e demonstratave të Tënishën. Kemi qenë në burg bashkë me Grani Krasniqin, Jakub Krasniqin, i cili momentalisht është në Hag, dhe jemi nxjerrë sigurisht para gjyqit. Një orhanër ka thati për Prizrenit, domethënë ka thënë dënimet drakonike, unë 11 vjet, 14 edhe 15 në kolegëve tjerë. Kjo ka qenë domethënë një farë mënyrë si student që kemi qenë, unë kom qenë në finalet e fakultetit ekonomik, edhe ata po ashtu njëri ka qenë profesor, njëri ekonomist, ka qenë një thymje e madhe sigurisht, po megjithatë ja ka vlejt, domethënë se pa sakrificë, pa mundi, nuk ishim marrë këtu ku jemi. Prandaj, kjo është ajo që më ka veçuar nga një jetë një studentit, domethënë në biblioteka, në fakultetet tjera, me shku në shkretore të Hekrit në Zenic, i cili vend ka qenë aq i tmerrshëm sa që dhe bora kur binte, domethënë para mirë në tokë u skuqte prej shkrirjes së metaleve tjera. Kështu që këto janë disa nga peripetit, edhe në diçka tjetër që deshta me thënë, jo veç shoqja ime që ka prit, po dhe të gjitha femrat që i kanë pas burrat në burg, e që për mendimin tim janë heroina, ma shumë se na jemi shku atje, se ne jemi shku, jemi kujdes si tush për veten, domthon ka prit, siç kanë prit edhe shumë të tjera, domthon kjo ka qenë reciproke. Ne në burg ato kanë prit njerëzisht, dhe sa do një jetoj me te, i kam 2 djem, ata njëri ka 2 djem, njëri ka 1 djalë dhe kemi një familje të lumtur. Jo, nuk është absolutisht. Paraja nuk është gjithçka. Paraja në fakt krijon mundësi të kesh diçka, po nuk është gjithçka, nuk sjell as kënaqësinë, as lumturinë që veç të kesh parë. Po natyrisht edhe pa para nuk bën, domethënë se jeta është e tillë, domethënë kem nevojë për konsum, kem nevojë për veshmbathje, kem nevojë për studime të fëmijëve ose të dikujt tjetër, kështu që ata që mashtrohen mas paras dhe mendojnë se paraja është çdo gjë, ata në një farë mënyrë kanë harruar dhe veten edhe kënaqësinë e vet, sepse bukur problem është kur ki shumë parë, e s'din as vetë çka bën, ose bën diçka që nuk është reale, ose është e pavend, ose është e lidhet edhe me kreme tjera. Kur rina te paraja, a blet nderi me para? Se për Japonina shumë raste që... Pa flas për njerëz që janë të sinqert, janë fisnik edhe janë të ndershëm, nuk duhet më ble. Edhe s'është arsyeshme më ble. Është diçka tjetër, mirëkuptimi, bashkëpunimi, dashnia eventuale tjera, po blera me para për mua është jo reale, jo sinqert dhe s'ka kurrë.